Shqiptarët kanë të drejtë legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror, deklaroi kështu deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bexheti. Këtë deklaratë Bexheti e mbështet mbi presionet e fundit që bëhen mbi shqiptarët, por e përmend edhe mosrespektimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas Bexhetit, të drejtën për rregullim të ri shtetëror shqiptarët e fitojnë edhe pas deklaratave të kryeministrit për bllokim të integrimeve evropiane. Ky kryeministër destruktiv nuk po pranon marrëveshjen e Ohrit. Dhe këtë nuk e thot për e bën në kontinuitet. Me nënshkrimin e tij është kontestu gjuha e shqiptarëve, gjuha shqipe. E përdor gjykatën kushtetuese si organ parapolitik. Procesin e integrimeve e ka bloku dhe del dhe thot se nëse duhet edhe me dekada do të presë për ndryshime kushtetuese. Bexheti deklaroi se Mickovski e keq përdor edhe gjykatën kushtetuese. Dhe në shtet ne realisht kemi problem serioz ku i ftoj edhe popullatën maqedone, po edhe shqiptare, nëse ka nevojë dhe të bisedojmë se si e lexojmë marrëveshjen e Ohrit dhe si e kuptojmë. Do jeni dëshmitar se qëllimi i krejt këtyre veprimeve dhe presioneve politike bëhet për këtë dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duhet të jetojnë. Kjo nuk është hera e parë që opozitarët drejtojnë akuza në drejtim të kryeministrit për presion politik ndaj shqiptarëve, për mos respektim dhe mos implementim të gjuhës shqipe dhe rrezikim të marrëveshjes së Ohrit.